ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Muhammed erdhe shpëtim për ne. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. الله نفalënderojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë. Kanë Allahu subhanahu wa ta'ala udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush që humbë, ndërsa ata që në lënë të humbur nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. Tërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të pastë, shokëve të tij të ndershëm, dhe gjithë atyre që ecin dhe ndjekin rrugën e tij me përpikshmërim. Janë në radhë parë ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që pas këtij pushimi pothuajse një mujor pas Ramazanit që i kem ndalë ligjëratat, e lusë Allahun që ky kthim të jetë kthim i begatshëm, i bereqetshëm, i dobishëm, dhe të na bëj dobi atë ditë kur nuk kanë me bë dobi as pasuria, as evlad. E lusë Allahun me na dhuru sinqeritetin, fjalën dhe në vepër, dhe me na bë për atyre që ato që ka e thojmë me qit edhe në praktik. Ashtu që kem lajmëru në për rrjetet sociale, po ashtu dhe në grupin e xhamis që kem, do të vazhdojmë inshallah ta'ala me shkrimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kem arrit tek një pikë e jetë shkrimit ti që është amul huzn. Kështu njihet në historikun e pejgamberit alayhi salatu wassalam, viti i pikëllimit. Pse viti i pikëllimit? Kanë ndodhur disa ngjarje që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pikëllu. Pse qysh tek tash kemë e kuptu biidhnillahi ta'ala. Gjëja e parë, musibeti i parë që i ndodhi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është vdekja e Ebu Talibit. Vdekja e Ebu Talibit, vdekja e miqës vet, i cili ishte pothuajse çka, ishte ai që e mbronte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ishte ai që jepte siguri, ishte ai që në mes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe kurëshitëve ish kë. Çdo herë kur ata tentonin me ofru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me dëmtu ato apo me vepru ndonjë veprim të lloj-llojshëm, ky është ai që ju delke përpara. Edhe vdekja e miqës vet Ebu Talibit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e lodhi, e mërziti. Ebu Talibit i erdhi kjo, do të thotë kjo gjendje se mas sporti, nëse ju kujtohet herën e fundit kur kem fol për bojkotin. Bojkoti sa ka zgot? 3 vite. E aty do të thotë kanë hek shumë. Ka pas, që kem përmend, kanë vdek prej urisë. Kanë vdek prej urisë. Kanë vdek, do të thotë njerëz prej urisë. Ebu Talibi, për mos me dorëzu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se kurëshitët i thanë, jalen ati mes neve edhe ti, ose dorëzona, ose edhe ty po të shtim në rand me ta. Edhe Ebu Talibi s'pranoi kur farforme me dorëzu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe ata atëherë çka i bërën ato veprime që i kem përmend. E deni veç pe rikthej për mu ndërlidh me temen, që ky Ebu Talib është armë transmetime, ka hongër gjethe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me dorëzu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Para mendo subhanallahu alazim. Gjethe ka hongër. Bari ka hongër, bari ka hongër, mos me dorëzu pejgamberin alayhi salatu wassalam, edhe në fund çka? Ka vdek si pa besimtar. Që kjo është bajagini sinjal që duhet me ta rinjallë në zemrën tonë dhe zemrën teme, me njëherë sinjalin e falenderimit, me thonë, ja Rabbi lekel hamd, hedejtena, na udhëzove ja Rab, na bone musliman, na e kem lyp islamin? Pa e flasën përgjithsin që të qëtu qapi u shokret,
që ju në gjahë, se këndejmë bas kamerave mundet më konë dikush që ju konë katolik ka u bo musliman. Ama qëtu që ka për ju shë krejt e di se krejt jeni musliman edhe i keni babalartë, gjyshe, stërgjyshe, katra gjyshe i keni musliman, apo? Ti se ki lyp islamin e ke gjetë në shpe, e ke trashigu prej babes, prej gjyshit tënë, prej babgjyshit, e stërgjyshit, e katra gjyshit. Ndërsa ky burr o konazër pejgamberi s.a.s. Ka ndajt me pejgamberin e sama dhe pejgamberi s.a.s. apet sa apet o mundu, po Allahu s'ka dash me udhëzu njëri. E t'ka udhëzu ty për që pe marrë me plot përgjithësi, jo unë e ti, po krejt musliman të këti zemoni me imbledh, bashkë me imbledh, nuk e ndihmojnë sunnetin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa e ka ndihmu kjo. Nuk e ka ndihmu dinin e Zotit me imbledh, këtë na me mbledh, që e në stash. Se kem ndihmu dinin e Zotit që ka ndihmu Ebu Talibi. Para me ndohë, po hanë gjethe, mës me dërzu. Ndërsa neve ka njëherë në kërkohet me qëndru, aty ku du të me qëndru, që ka kërku Zotit për neve, edhe na e shojmë të luhatëshem. S'po di, s'po ma mërmendja. Qa? Ndërsta, ajtë se, është një rrugë tjetër, është kështu, është ashtu. Për atë arsyt dashurit e mi, du të me falendru Allahun, e me thonë, ja Rabbi, na ki jep islamin pa e lyp. Tash, ja Rabbi, po ta lypim gjennetin, e mës na privopi gjennetit. Allah na popi gjennetive. Smundja e shkatroj Ebu Talibin, vdekja ju afru dhe aj ndrej jet në mujnë Rajab të vitit 10 të pejgambersis. Ose 6 mujë realisht pas daljes prej izolimit. Pejgamberi s.a.s. kër e pa mi gjenove që po do me dek, që ta shtu këtu del në pakush, dhe bishmeria që e ka pas për mi gjenove vet, edhe ka shku të mi gjaj vet, për i rinë të kryt, për i thot, ja ammi, kull la ilahe illa Allah, thuj o mi gjajam, thuj la ilahe illa Allah, thuj nuk meriton të adhurot as kush tjetër, përveç Allahut, dhe se unë jam i dërgu i ti, unë me këtë fjallë ko me të mbrojt për Allahut. Aja këshërke Ebu Talibi, këndeje Ebu Gjehli e rike mbi kokë, anën tjetër, i thëjka, po do në me lonë rrugën Abdul Mutalibit, po do me lonë rrugën e të parëve të tu, që në shejtanat, apo shejtanat, ka nërë shejtanat jonë ata që si shohim, po jonë dhe shejtanat në dykomi, kjo ka nërë, du të me pas kujdes njëri, kënë ka për rreth, wallahi billahi po, ka herë mund të më konë shejtan me pas shejtanin shpeki, kjo, wallahi shallah zotis nësë provon, me i pas shejtanat që shpeku kë beleos, se isha shejtanat jashtë rrugë, thusha u dhe billahi bile shejtanat që ikin, po me pas shejtanin në shpes kita, që ja dush me ikti piti, ato du të me qitë për shpis. E tash nësë pëdu me emru, kush mundet më kona i shejtani, se që e din, ama nëse e ki zotin arrujtë në shpe, bën për pjekje me zbut, e me mujtë me shtin din, e me mujtë me bo musliman. Për ndryshe, problem është, gjithë dalin penges, qërë që dëllë penges, Ebu Talibin non-stop, aja këshër ke pejgamberi, sa pejgamberi s.a.s. e zbut ke Ebu Talibin me thonë shahadetin, a i gjykjeve për të njerë, a pëton me lonë të partë. Ka herë që shtu jonë do njerës, dojnë me të ndalë të sëratët mustakimit. I ri vete, sa veti? 7 po falësha? Kala e veze i ri jeti, a di sa e ki jetë për para. Këtu ta zhujt du të pak njeri më kur një me që mës me mbajt kryt veç mi qetë flakt. Se disa i mbajnë kryt veç me i hek flakt, kur gjo bashom. Veç po vënë një me qëm. Që kry për të folë, sa veti kiti mi thonë aqë që po dhush kështu? Valon i ka 50, a falesh ti aqë? Ti a falesh, a i vetë s'falet, a i vetë s'besot që shduhet. E ta që du të këti të rritë, mos e ti i rje kjetë për para. Ani bëhë që pe pranojmë, që kjo s'pranohet, po pas bresim në debat. Mbas ju në kokën e i ri, halo pas kondak mos më falë, po ti që ki 50 vjetë, e 60 vjetë, që s'po falesh ti? Mos haroni se këta njerëz nuk e kanë gajën e besimit. Këta janë argat shejtanit. A e din as e din, puna ty na. Ama këta janë argat shejtanit. Dojnë me të largu pi siratul mustaqimit. Për atë arsye duhet me pas kujdes. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam domethënë i ndodhi ky musibet, i vdiq agja i vet, edhe u mërzit fort, Allah ja zbriti një ajet. Fa innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha. Fa Allahu ti nuk udhëzon këndon ti, udhëzon në rrugë të drejt këndon kush? Allahu. Innaka la tahdi man tasha
Walakin Allah innaka la tahdi man tasha walakin Allah yahdi man yasha. Innaka la tahdi man ahbabt. Ti nuk mundesh me udhëzu këndon ti, po ai Allah është ai këndon e udhëzon. Udhëzimi jo, hidajeti është në dorën e Zotit. Kanerë na kena qef me udhëzu dikon, me thonë Allah filoni duhet, po ai te Allah s'duhet. Te na duhet, në synin tonë, ja po kanerë është atur, ku ta që këtë s'po fale, që këtë bre? Pse nuk beson kë? Pse nuk ka muslimon i mirë kë? Apo, a kena si njerëz? Plot. Ama o i doshum, Allahu është ai që e din të fshehtën e doshmen, ku me dita i në zemë, sa Allahu që ka din zemrët e njerëzve edhe ata që ka përshpëritin. Ka disa njerëz me folë s'folin, po zemrat i folin shumë. Do shta zemrë e ti e shonë Allahun, do shta zemrë e ti e shonë Kuranin, do shta zemrë e ti e shonë namazin, që ta Allahu se uzën. Se uzën. Se zemra ti se beson Allahun. Sa prej njerëzve që i njojnë njerëz që atë, unë jam besimtara dhe ki po të na pëjnë, po, Allah ja, që të në kohë, bismillah, o, mashallah të koftë. Kër e ndinë e zonin, Allahu akbar, zjenë mu falë. Që e qume, për kënu qove kopti. Po ti mu pa qu, hakikat në kohë për Allah, kër për e ndinë emrin Allah, s'po shqoj që ato kohë, njëjtë atë kohë me qunë gjami, kër ti ndire zonin, kër e ndire zonin, me thonë Allahu akbar, Allahu akbar. Po, disa njerëz që shto jonë goj ambel, e tjera ti kanë thepta. Pastaj, ky musibeti i parë. Musibeti i dytë. Musibeti i dytë, kjo ma kohën që aty nëse në kurësa kem nisë, nëse në qo, kjure? Po ma halal, se s'potoj me zjatë se kom harune me këshyrë kohën. Hajri sholla, zëtin të zdi, unë e kur zdin. Musibeti i dytë. Musibeti i dytë, dashurit e mi, vdekja kuj e hupin i përkrahje. Përkrahjen, këtë dhe përkrahje? Përkrahjen e jashtëm. Kush është e përkrahje jashtëme? Ebu Talibi. 50 minuta, s'ka kërë. 15, okej. Përkrahjen e jashtëme e humbi. Vdish, kush ai që e mbroj ke jashtë? Tash po i vjen musibeti i dytë. Pe hup përkrahjen e mbremshme, përkrahjen e shtëpisë. Pe hup dashurën e ti, loqken e zemrës, pe hup Khatijën radhiyallahu anha. Dhe që ta pejgamberi s.a.s. kur ka vdek Khatijja, është mërzit, atë shumë mërzit sallallahu alaihi wasallam, sa që është pa mërzia në ta dhe sahabët janë mërzit kër e kanë pa, sa po mërzitet. Bilem, qash që janë kont kujdesshëm dashurit e mi, janë tut me përmend emrin e Khatijës nga ti, jo pej frikës, po pej, për me bo, mos me bo pejgamberi s.a.s. me bo me kajt, se si e kanë di emrin e Khatijë ka kajt sallallahu alaihi wasallam. Ja ka nis me kajt se e ka dash shumë. Se Khatijja radhiyallahu anha, o kona ajo shtysja më e madhe e ti. Ma e para që ju gjinë, ma e para, pas e pa Gjebraila në leson, kush është Khatijja radhiyallahu anha? Për atë e humbi edhe sigurin e shpis. Vdekja e Khatijës e të rënditi pejgamberin s.a.s. dhe Khatijja, që është atë autori lidhë, u bada wafati Abi Talib, binahwi shahrejni, au thalath, ala khilafi kaulejni, të ufjet ummul mu'minin Khatijëta el Kubra radhiyallahu anha. Pas vdekjes e Abu Talibit, pas 3 mujve thuhet, apo 2 mujve, 2 muj apo 3, 2 mendime do të tjonë, vdish nona e besimtarëve Khatijja e madhe radhiyallahu anha, kanët wafatuha fi shahri Ramadan, fi sene al-ashir min an-nubuwa, ka qenë vdekja e saj në mujin e Ramazanit, në vitin e 10 të pejgambersis, walaha 65 sene, i ka pas kur ka vdek Khatijja 65 vjet, ndërsa pejgamberi s.a.s. i ka pas 50 vjet i ka pas pejgamberi s.a.s. kur i ka dek Khatijja. Khatijja radhiyallahu anha, kush ka qenë Khatijja? Nuk guxojmë me kalu dashurit e mi, po i thonë këto fjallë që vetë Rasuli ka thonë për Khatijën radhiyallahu anha. Khatijja radhiyallahu anha është pej grave që Zoti e ka begatu pejgamberin, dhe vetë pejgamberi s.a.s. ka thonë Allahu më ka begatu me Khatijën. Më ka begatu, ka thonë Allahu me Khatijën. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka boqe me Khatijën një të 4 e shekullit me jetu pejgamberi s.a.s. me to. Ka jetu sa vite ka jetu pejgamberi s.a.s. Kësa?
25 vite si pas rivajetit të vërtet, 25 vite si pas rivajetit të njohur që është. Se thuhet kur o martu me Khatijën, Khatijë i ka pas 40 vite. 40 vite i ka pas, pejgamberi sa i ka pas 25. Kur o martu me Khatijën radiallahu anha, 25 vjet. Wallahi 25 dit njeri me ndajt me një, po thëmë kushtimisht, një macë me pas ofër, që jonë të dash me lull me ta bërzitesh, po para me ndo me pas një Khatijë. 25 vjet grun që e kanë do të miren, të keqen me ta, edhe jo të li farë gruje. Po flasim për gra që s'budet kush me arrit nivellet e Khatijës. Nuk po flasim për të li farë gra, se gru gjek këtë dush, ama me të begatu Allahu me një gru të mirë. Mas parti që është besimtare, tani të arun derin, ti edukon fëmit, të arun shpin, të arun pasurin, pasha Allah, kjo begatia ma e modhe dë një që kjo. Me e pas një gru që kur të hinë shpe, thot, selam alejk. Kur të hinë shpe, të thot, amujt e Habib, i dashurem. Ta shtë që dhe qeft i kanë ato, dush me pas me gru një kontakt, një thirje dveçant. Rasulit që ka pas me Aishen, i ka thonë, ja Aish. Emnin ja ka, zvoglu ja ka, Aish, o jetë. Tash na me me i thonë gru, so jetë o thuj, së është more. Aba thuj me edukat, po valla po ndim babit, të ndim për babi, ama veç mëse te pra. Veç mëse shko nirë ma babit, 50 herë në dhomë aty, jetë, e po, nime po, ta hejka në lëngë. Po, kërë, qësh jesë me emrejme, qësh jesë mirëtja, ma u lodhe, s'ko gojle, s'ban zarar, nuk ban zarar, ama krejt me kajar. Jo si dëtëri, jetë kur të po dale kuku, në për gjykata, në për azi, ka dale, a di që ato pësh. Po, me qitë pej këtu hit, këto, të lidhë me avodan, ama jo veç këto. Se ka njerë disa veç këtu pikane, tani po dale, kur po dale problemet, njerë jetë tani, Allah i poftravet. Aje që shënë këndë muslimant e parë theshë, është për përmendi nasihat për këta se ndarja është caktimi Zotit. Një piselefit kër o da me grun e ti, i kanë ardhë dhe i kanë vetë, kanë thonë, qka ke halli sej, qysh? Kanë qysh? Kanë unë shpët kuptaj, a e ka marrë vesh, po? Qysh farë pësimin, pësim për ata e për ne e për krejt. Kanë jo për të vesh gruja, qysh ke? Kanë, në u dhu bila, ka thonë. Unë e desa e kanë pas gru, si ja kom të shplu të betat e saj, e kom pas gru. E tash që se kom gru, mos kom kur gjo me të, ti po të me mështi me i shplu betat e saj, a nuk gjeti, ka thonë shejtani, tjetër lodër, vesh mu, për mes me lujtja, larko thase. Ama jo, ndarja ndodhë, Zotin arrujt për kësaj gjendje, ama me bo me ndodhë, du të munda me të mirë. Vëllaj të më zemra, kur ishe ti do shafira, nuk di që ka bojnë ata mbazare, në po thëmë që pashojmë, dalin e parasisat kulturume, sa mire, emër djalin, emër qikin, një heraje, një herë kë, kur për isha ka erbindit, do muslima, ma njarëm, që ka më rëkta, jo në gjungla, që ka ju më da, o da, po qa me bo, so shfundi dënjes, ti ki hongër do dit, do buk e ki hongër në shpinë e ti, e me familën e ti, e tani qka e një ezez, të e qitë pejgojës. Khatijja radiallahu anha, ishte prej asaj që Allah subhanahu wa ta'ala, e ndëroj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me ta, dhe ajo ishte prej grave të para që e pranoj islamin. Që shtot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, amenet bi hina kafara bi an-nas. Tha, më ka besu mu kur njerëz nuk më kanë besu, më kanë mohu. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, më ka besu si të sinqert kur njerës më kam përgënjështru. Më ka bo pjesë marës në pasurin e saj, kur njerës më privun për i pasuris. Allahu thot më ka furnizu me evlat prej saj, edhe më ka bo haram për tjera, më ka privu për tjerave. Këtini, pejgamberi s.a.s. i ka pas krejt fëmit me Khatijën, radiallahu anha, vesh një ka pas Ibrahimin e ka pas me kanë? Me Marin. Krejt tjerë i ka pas.
kush din me mi përmend që tash emnat e fëmijëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasha Allah ka me jep një dhurat të mirë. Ka me marrë është çfarë dhurata u thon. Që besoj që nëse kam, besoj që këtë keni men kry. Po nëse a din vlerën se kur kam e po kam vallahi ose kinderu. Ama po ndërhyrje. Si të bëjnë ndërhyrje të bjen. Tang. Unë pianisi që tre pja u heki me një herë. Abdullahi, Kasimi, Ibrahimi. Tre jam t'ja u hek. Hajde qikat. Ja. Dorën. Sustis vesh një hedije. E observoj me çoj para te, po kam çep ty. Rukia edhe Fatimia, edhe dy jon. Që tash ta ty ta ndihmova, pse tash po ndërhyrë, po që ndërhyra. Erkam. Që tash çështu s'ka. Rukia, Fatimia, Zejnepja edhe Kulthumi. Mësojni vallahi billahi se zemra bëm dhema. Pasha Allah, nuk pi thom ju në shmu. Në zot ju betona. Hajdeni të shtundeni ka fëmijë që mësoj. Pasha Allah i fëmijë ti. S'ka ka Isa sonte këtu. S'ka ka Isa se e kisha vet Isa i din. Vallahi billahi po. Çfarë më bën me na vet? A që se finalja, kush ka me lujt të bardhën, a kur luhet? Kush ka me lujt? Interi me kanë ka, me Barcelonën. A thu vall dikush prej neve se di kush kush është sulmuesi Barcelonës, a e din? Me thonë e du Resulullahin s.a.s. Nuk pe e thëmë Allahu është dëshmitar. Pe e thëmë vesh për mi nëzit. Mi nëzit, mere be shkruj letër, shkruj t'i ka dhot fjetit, ati kapit. Tak, kapit. Emna, që ati katë endës katë silës ashe. Zeynep, Ruqije, Fatime, Kulthum. Zeynep, Ruqije, Fatime, Kulthum. Abdullah, Qasim, Ibrahim. Që 7 fëmi be? 7 be? Një formacion me futbol gollat vogla. Barcelona në gollat vogla. Zotin a drejtoft, ja Rabbi. Pastaj, një ditë për ditëve në gjë këto dashurit e mi. Edhe kjo është më e madhe. Që kjo është, pasha Allahun, që kjo është shumë është e madhe. Po du me që e kom nëzirë tu për koleksionit Imam Bukhareut. Pejgamberi s.a.s. dashurit e mi, në ditë për ditëve, o konë të ndajt, edhe i ka orë Gjibraili a.s. I ka orë Gjibraili, edhe në dëgjaj hadithin. Ana Abi Hurajra qal, ata Gjibril, النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة. I ka ardhë Gjibraili a.s. pejgamberi ka thonë ja Rasul Allah, o ka vjen Khadija. Po të vjen Khadija radiallahu anha, maha inaun fihi idamun au taam au sharab. Fa ajo po vjen duke bardh një në enën e saj, në sahonin e saj, për thëmë këtë gjuhën tonë të përdishme që e përdohin, në sahonin e saj ka fiq apo ushqim apo pije. Po të prun ty, dhe me o ka të prun diçka me hongër. Fa idha hije etetka, kura ja të vjen ty, qoj selam Khadijës, jepi selam se ka selam prej Allahut. Po jenë selami prej Zotit saj dhe përgëzoj ato me një shtëpi prej margaritarit në gjennet. Një shtëpin të cilën nuk ka zhurm as ka lodhje. Allahu akbar. Që ka gjenneti? Pasha Allahun, kur gjë tjetër gjennet mës me pas, që kjo bëgu balosht. Neve në dynja, në lodhja, a u gëna lodh? Kur as kapitem, të nga në bas dinarët e dirhemit. Zhurma në dynja, zhurm e lojshme. Edhe qka të mungon një shpi e rahatshme, sa rahatohësh, martohet djalli. Po flasën të standardet tona, su ka dikush Allah i ka qup bereqet, disa kanë herë me këtë vlau të belisit, që e ka bashkëudhtar shpesh kur dalë, i shok herë do shpija, thonë, peska. E i nxo, njeri gjatë me gjenti kanë bu bereqin këta. Ja lejt me pas dikush për muslimonve, që jo punëtor, po flasë jo punëtor, nuk e ka lind, ja lejt sen. Po i ka 2-3 djebe, 2-3 qika, e mbush, shpinë e mbush. Do se kanë problem, po shumica standardit tonë është, e ki një banes, dikush tash në këtone për do banesat, e ki 90 metra katror, 2 dhoma, 3 fmi si t'i ki, aftan, vesh ti du me thonë, o zët lecaja.
Tani, këtë cari rritët dënë mu martu. A përshe? Pse u përmend, tha një shtëpi, edhe pse u përmend, edhe pse Khatijja o konë e pasur, dashur themi. O konë pigrau ma të pasur o konë. Po pa marë parasysh, apet, Allah ka dash me kazu se ti në gjennet, kime pa një shpi prej margaritarit. Pse? Pse jo mërmendja shte i ka thonë? Hajtë kush ma ka thonë? Do shtë mësimi ma që tu. Pse i ka thonë Allahu? E ki, pse Allah ja ka e Khatijjes një shpi prej margaritarit, ha? Po, kjo, po, diçka tjetër, ma e madhe se kjo. Qa ka po Khatijja? Aja, kum dimun, sa. E ka marrë për Rasulullahin s.a.s. Rasulullahi s'ka konë, kërë konë për ka s.a.s. O konë jetë, s'ka pas shpi. Nuk ka pas shpi me i dashur jevë. Që ta ty Allah që të ka e pasuri, ki pasuri. E shenë një muslimon të mirë, një muslimanë të mirë që s'ka shpi, shko bre për një shpinë bre. Wallahi, billahi, pasha Allah kime fitu të Allahu. Allah që të ljesën, baran, pasha Allah, një tërmet po, të e pove. A jeni të i po që ka bojnë këta gjakpirsat e Gazës? A jeni të i po fotografiat? E keni po qarkullon një fotografi që shka qenë Gaza para luftës dhe tash. Rafsh krejt që aty ka pos shtepit bukra, ka pos nga za shtepit bukra, po ka pos. S'ka vend që ka shtepit bukra. Se s'ka vend që ka të posur e të varfur. Nuk jo kejtë fukara, ka dhe të posur e të varfur. Dikush e ka shpinë ma të mirë, dikush pa... Po e një luft, qka rafsh krejt i vonë. Po nëse te e ke ndërtu për Allahun, Allahu tha qej selam, tha Khatijjes, edhe përgëzëje me një shtëpi për i margaritarëve, për i margaritarin e gjennet në të cilën nuk ka zhurm as ka lodhje. Allahu na bashkoft në gjennet me Khatijjen radiallahu anha. Parat pejgamberi s.a.s. që thash e kom nëzirë të ndëgjeje, e ka vetë Aisha radiallahu anha, në ditë pejgamberi s.a.s. ka thënë, ja Rasulallah, a ke pas dit, pa jo, falem një dakik, që të veç për e varnë me veqo, pak se ka vakti sash, se e përnguta. Thot Ibn Ishaki se shto shumë më rëndësime përmend. Ibn Ishaku e përmend pas i thot që ka vdek Ebu Talibi. Pas vdekjes Ebu Talibit, ndëshe këta. Pse thash Ebu Talibi u kon e ka lytë rolin e mbrojtësit ti jashtë, që shka thot Ibn Ishaku? Thot kur vdeq Ebu Talibi, Kurejshet e mundonin pejgamberin s.a.s. Pse? Se s'kish mo kush më mbrojt. E mundonin, thot pejgamberin a.s. I banin të këshia. Sa që një ditë për i ditëve, që shka i ka ndodhë pejgamberi s.a.s. Pasha Allahun, unë e sa herë lexoj, kom përmend disa herë, sa herë lexoj jetë shkrimin e ti, më kap një farë turpin vete. Jo që pe lypim sprovën, Allah mos na sprovov me gjërat që kanë nuk ne mundem me imbajt. Po nëse na sprovu kur gjon fe. Ti del për shpis, në gjami, kur kështë sot, atë ka ndodhë me del për shpis me thonë dikush, o budalo, o rëndës, o sirbaz, o mashtrus, atë ka ndodhë, së të ndodhë kjo. Sa na dim, edhe kem dëgjun, halas kom di që dikuj ka ndonë në rrugë kur o dalë, veç pëse përshkan gjavi, ti e rëndës, ti e mashtrus. Po, a dalë këta në për internet, a shkrujtë që si me emna fake, po se me emna ta mund zguzojnë me dalë. Hindo që si me emna, o da në Gjergj Kastriot Skenderbeu, Gjergj Kastriot Skenderbeu kënë trem, a i sëmë shef, pas punëve ti që i ka bo. Te që të emnin, kur t'hin me shajt një hoqë, të me emnin të atim kush për në shanë. E tani, mbajet shajtmen. Mbajet shajtmen edhe këshyrim tani një me aje, burra si e burë, aje si të si kratë, e që ti të gjerat në faqë aty, pa e thirë. Vesh kur hinë të shanë, po qa po të bëjmë më revu qa të të bënu në jeme. Po ma se pas e bënë jetë, me shajt bilem shanë, ata tim kush për në shajt. Unë shumë kom qef me ditë. E publikisht, për thonë se e ndinë, unë e di që e ndëgjojnë, njën që se do. Pash Allah, në pas ditë burni qërë kërshun li, që ta e këna qitu, gjamia kërshun li, së mit dispeje, sa më thonë. Shumë qef kisha me i pa do me sy, me i pa para syve. E që saj që mendëm është njeri, vallaj bilej po që ditë, në me sa që mendëm ju në auton. Delën me djallin tem në horomoqat, e kom qitë në faqë aty në hoqër në zgoga fotografin, po ma qënë dikosh, ma qaj e kish marrë një kish bo screenshot, pas kanë dojë, tha, këta isisat, tha edhe në rëgohë, po me thonë, o,
edhe ai, unë nuk besoj që është rrugovan, se e shova atë farë kërkimin, po së mdoj që është rrugovan, se jam e fake. Po edhe në hopq, po rëmoqa që janë rrugovë, rëmoqa që janë kapeshlic, ti ma sporti më so vendin e tani fada votan. Rrugova kërën e tjetër, kjo pjesë e kapeshlicës është. Qa po të pengojmë në ty, jo, këtam? Qa po të pengojmë, më burë? Unë e kom qitë faqen teme, s'te kom qitë faqet tonde. Ama që si sharlatana, që si palacho, që si mefistona, sa e që o burë, vjen t'i thotë në ftyrë, tak, e unë e kom qef me i pasë të burra. Adresën kush dënë, le të shku në privat, ja që e adresën bidhën e lajtë ala. Shumë qef kom otër mi, me o po burnin 4 sy, më ardhë, hajde shojmë njerë me non 4 sy, po kom qef. Në internet, atë li vartë mjo që shonë. Edhe se kem njetë u morna me ta. Aman, 4 sy shumë kom qef. Qësha i ka bu pejgamberi s.a.s. O dal pejgamberi s.a.s. Pas dekës e Abu Talibit, i kanë ardhë një prej mendje lehtëve të Mekës, e ka marrë dhe i ka qitë pejgamberi s.a.s. I ka qitë dhejmë mbi kokë. Dhejmë mbi kokë i ka qitë. Derisa ka ardhë një prej qikave të ti, thuhet që ka qenë Fatimja, radiallahu anha, disa thënë Zejnepja, Allahu ta'ala alem, ka rekanizmja pasur babës krytë. Se qikat, kush ka qika këta e mërvesh? Qikat janë shumë të ndishme përballë babës. S'po thëmë që djemë të jonë, edhe djemë të jonë. Edhe djemë të jonë ndishme, po qikat e kanë një dozë ma tepër. E rekanizme kajtë, përshe babën e vetë pja hekë plonim, dhëmë pej kokës, pejgamberi s.a.s. Tha, o bia jeme, tha, mas kaj, tha. Wallahi, tha, Zoti i babës tënd edhe Zoti ju të komendihmu babën tënd. Endihma e se ndihmaj. Po be, wallahi, po është në ngutëm e Zoti në fatën a drejtoft. Pastaj është martesa me Seudan, kur pejgamberi s.a.s. e ka martu Seuda, dy transmetime disa thoi që i ka pas 66 vjetë, më ju ka lëzu këtë në islamofobistave, se këtë që i ka martu pejgamberi s.a.s. nuk i ka martu për, se disa mundon me paraqit pejgamberi s.a.s. se ka qenë, do me thonë, epshar, jo o Rabbil Kabe, jo pasha Zotin e Qabës. Se me pa dash pejgamberi s.a.s. i kishë zgjidhë ku jënë qikat matë mirët muslimave kështu. A gjithëm në me kokallë. Po së konë misioni, e ka marë Seudan 66 vjeqare. 50 falem, kër e ka martu Seudan, i ka pas pejgamberi s.a.s. qka? 50 ose 51 vjetë përthojmë. E kjo se i ka pas? 66 vjetë. Ta shti mund është me paramendu një gru 66 vjetë që ka të finë punë ty. Nëse një njërë, po flasëm në aspektin e epshit. Që ta dhe Seuda, që e ka po punën, kërë ka martu pejgamberi s.a.s. Se në basë Seuda, s'ka në ka martu pejgamberi s.a.s. Ka në ka martu se u krypsi, shme full shumë, dhe me mbajt men pak, bot shumë, e krytem. Ka në e ka martu, ja u lo me një kusht, zumi u kalzu. Pasha Allahun, juve që e një gjami me ju, po flasë, me këta në internet, këta të lirë jonë, ama ju që ka e një shtu në gjami. Kush e gjenë të e ledzu, liber, jo në internet, liber. Po du pak edhe më jushtin një punë me bo. Kush s'ka pare, le djenë të unë pasha Allahun me knatësia e parët. Kush e ka nektarin e vëllosur gjennetit në shpe, e mere e lypa, aty dhe e gjenë. Kush s'ka pare, le djenë të hoxha me knatësi u Rabbil Kabe. Veç dhe djenë le të thotë, hiç s'ka nevoj, asë mos djenë mos t'i vjenë, dhe t'ma qënë selam me dikone, se i vjenë mbare, ose veç dhe të shkën të mua, dhe që? U kry, falem një, po tërhek ma për fjallëve. Mos hajde u s'po du me pona, as po më intereson kush është ai. Kush s'ka pare veç e shkon të Muadh Mirxha. Muadh Mirxha për ballë çashi xhamis, e ka dugoja shet libra, veç le të shkon le të merr thot m'ka çu hoxha Ernest, ama ne nektari vullosur xhennetit. Parat unë i paguaj. Ama me shart me lezu. Edhe me marrë vesh se do ka më ndoket e këshyri në internet shpejt, po s'dokës se pranojnë, do ka dul piligës, rapi ligës. Kone ka martu pejgamberi s.a.s. pas Seudas radiallahu anha, Allahu në bashkoft në gjennet,
me pejgamberin, me gratë e tij, aty ka kem qelluar për mirësive të Zotit, ku kem gabuar me dhe shejtanit. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Vazhdojmë javën tjetër, ndërsa javën tjetër e vazhdojmë tash me çka? Me librin Kiameti i Madh. Jena gati edhe aty jena në përfundim e sipër, tani kalojmë pjesa inshallah te xheneti e xhehenemi, kështu që çështu shkojmë. Ka dalë si keri i thym. Allah i rrit, Allah i shpërblet.